vazhdojt mikrofoni, Ermir? E mjaftush? Dëgjohet? Atëre falenderit shumë atë mirë. Në fakt, mua nuk më mbetet shumë për të thënë, për te i fjallës së mirëseardhjes nga dekani i Fakultetit Drejtësisë, profesor Belisht. Si që dini, universitetet kanë për obligim të organizojnë nga një konferencë vjetore ndërkombëtare, të gjitha universitetet tona. Në fakt, kjo është konferenca e dytë ndërkombëtare organizuar nga Universiteti Luarasi. E para kishte në fokus problemet e ekonomisë dhe sfidat e saj, dhe dyta në fushën e drejtësisë. Ne jemi shumë krenar për këtë organizim, sepse kemi bërë bashkë mbi 130 kumtues, disa janë bashkautor, disa janë lektor të vetëm, janë 17 universitete, 7 apo 8 nga të cilat janë këtu lokale, brenda kufive të Shqipërisë, pjesa tjetër janë përtej kufive tanë, nga Kosova, nga Malizi, Serbia, Italia, Franca, Anglia dhe ndonjë vend tjetër. Ne kemi nevojë për këtë lloj bashkëpunimi. Kemi shumë universitete, kemi aq sa kemi kapacitete të ndarë nga njëri tjetri, por kur bëhemi bashkë, fuqia jonë, debatet midis nesh, shkëmbimi i mendimeve, i përvojave, mund të nxjerrë një produkt gjithmonë më të mirë. Fokusi i kësaj konference sigurisht është drejtësia, është siguria, janë drejtat e njeriut. 3 çështje madhore. Nuk besoj se ka një fjalë që është artikuluar më shumë në këto vite se sa fjala drejtësi. Përpjekje, diskutime, debate, kënaqësi, pa kënaqësi, po më në fund kemi një produkt të cilin të gjithë ne e mbështesim, edhe pse mund të ketë në një mangësi, e rëndësishme është që është një arritje e jashtëzakonte. Pa drejtësi nuk ka shtet, nuk ka barazi përpara ligjit. Nuk mund të ndërtohet një shtet me standarde pa një drejtësi të pavarur, të drejtë, që i konsiderojnë qytetarët të gjithë të barabartë përpara tokave zeze. Unë nuk jam jurist, por duke patur fatin që kam kaluar vite të tëra në Parlamentin Shqiptar, diçka ka marrë vesh edhe nga drejtësia, sepse të paktën për gati 20 e ca vite, edhe në duart e mia ka kaluar gjithë legjislacioni shqiptar, ashtu siç ka kaluar në duart e gjithë parlamentarëve shqiptar. Parlamenti është ai që i jep atë vullën e fundit ligjit dhe e di se sa e vështirë është të bësh një ligj, e di se sa e vështirë është që ta zbatosh atë, i dim vështirësitë e sistemit gjyqësor, i dim ngarkesat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët për mendimin tim janë heronj. E ndonjëherë pyes veten, them si është e mundur që një gjyqtar të gjykojë 4, 5, 6 dhe 7 çështje në ditë. Kur çështjet janë shumë komplekse, shumë të ndërlikuara, dosi që në fundit të kërkojnë një fuqi të memorjes njeriu për të dhënë gjykimin e drejtë. Dhe aq më tepër, çështjet akumuluara, pa ekipe mbështetëse që të ndihmojnë për dosjet, për zbardhjen e tyre në kohë, probleme ka shumë. Kjo është një sfidë e Shqipërisë e vendit për të shkuar drejt familjes europiane. Luarasi, që është tavolina që ju ka mbledhur të gjithë, është një universitet serioz, i besueshëm, një universitet që është rritur ndër vite, dhe mbi të gjitha ka një fakultet drejtësie, për mendimin tim, në raport me mundësitë që ka Shqipëria, një fakultet të shkëlqyer. Një ndër fakultetet më të mira të drejtësisë së Shqipërisë, dhe këto kanë bindje të thellë për përkushtimin që kanë treguar trupat akademike që nga themelimi në vitin 2003 e deri në ditët tona. Dhe produktet e këtij fakultetit janë të matshme, jo vetëm në rritjen e numrit studentëve nga viti në vit, nga produkti që nxjerrin, nga ata që arrin të bëjnë shkollën e magjistraturës, nga ata që arrin të futen në sistemin gjyqësor, nga tregues të tjerë siç janë konkurset kombëtare dhe rajonale,
kur Luarasi është dalluar dhe ka qenë fituesi i të gjitha këtyre olimpiadave. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Dhe na takon që t'i bëjmë bashkë të gjitha fakultetet e drejtësisë, të bashkëpunojmë, të rrisin bashkëpunimin ndëruniversitar, i cili është shumë i rëndësishëm, dhe që fusha drejtësisë është një fushë ku juristët, studiuesit mund të kontribuojnë në mënyra nga më të ndryshme. Sepse ata që janë mësimdhënës, pedagogët të universiteteve, nuk janë thjesht njerëz që vetëm bajnë leksione auditore, por duhet të jenë shumë aktiv për të lidhur me pjesën tjetër drejtësisë, me atë që ushtron drejtësinë, me atë që mban balancën, me ata që japin vendimet, me sugjerime për projektligjet veçanta, apo dhe për të propozuar korrigjime të mundshme të ligjeve të ekzistuese. Nëse ne nuk i fusim universitetet tona në këtë ulli, universitetet tona dhe fakultetet tona kthehen në ca institucione ku bëhet vetëm liturgji, por nuk dëgjohet asgjë përtej kufive dhe mureve të institucionit. Ne përpiqemi që këtë dimension të japim Luarasit dhe sot organizimi i kësaj konference sigurisht është tregues i asaj çka unë thash më parë. Unë i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që nga trupi diplomatik në kanë nderuar këtu, që nga gjyqtarët e të gjitha niveleve deri te SPAK-u, apeli, gjykata e lartë, avokati i popullit, nga institucionet, Ministria e Drejtësisë, nga Kuvendi i Shqipërisë, dhe sot është rasti që ata që japin mësim, që edukojnë brezinërime, frymën e drejtësisë, janë bashkë me ata që aplikojnë drejtësinë, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për të shkëmbyer përvojë. Jo vetëm brenda kësaj familjes tonë të vogël, fshatit tonë të vogël, por duke ka përzyer kufit dhe duke rritur bashkëpunimin edhe me institucionet e tjera. Sigurisht ne kemi problemet tona në edukim. Më besoni që në vitin 1997, kur unë mora përgjegjësinë për drejtuar arsimin në Shqipëri, kam gjetur një gjendje katastrofike në sistemin e drejtësisë. E them këtë me bindje të thellë. Imagjinoni një fakultet drejtësie në Tiranë ku kishte 7.000 vetë me korrespondencë. Imagjinoni një fakultet e drejtësie në rrethe ku nuk ishte profesor dhe provimet, zuhet për mëntemra, provimet bëshin për lokal. Dhe kjo ishte pa drejt një katastrofë. A i duhen vendit tonë kaq shumë jurist? Apo nuk i duhen? Unë e di që ne kemi një mbi prodhim juristësh, po kjo ekonomi tregu, ata që janë të mirë do përfundojnë atje ku duhet, të tjerët, ka dhe shofer taksi që thonë kam mbaruar drejtësinë, por ekonomia tregut i seleksionon mendjen, kualitetet dhe profesionalizmin e njerëzve. Unë mendova në atë kohë ta vija rregull mbi drejtësinë, i mbylla në mënyrë administrative, me iniciativë personale, disa fakultete drejtësie ku nuk bëhesh mësim, e mbyllëm mësimin me korrespondencë dhe lam që Shqipëria të nxirrte vetëm 300 juristë në vit. Ishin mjaftueshëm. Dhe patëm përkrahjen e plotë të Bankës Botërore dhe të gjithë organizmeve ndërkombëtare. Unë nuk them dhe nuk bëj thirrje sot që ne t'i ngushtojmë dhe t'i mbyllim universitetet. Unë bëj thirrje që universitetet tona të forcohen dhe të nxjerrin profesionistë të zotë. Dhe detyra e trupës akademike që merret me përgatitjen e juristëve të ri nuk është thjesht që të mësoj ligjet, drejtën penale, drejtën kushtetuese, drejtën administrative, nuk e di se çfarë. Në radhë parë ne duhet të përgatisim njerëz që ta duan drejtësinë, që të bëjnë drejtësi me pasion dhe jo një drejtësi ta shikojnë drejtësinë si një mjet pasurimi abuziv. Kjo është e patolerueshme dhe në Universitetin Luarasi edukimi studentëve i vëmë një tekst shumë të veçantë dhe besoj se bashkarisht ne duhet ta bëjmë të gjithë këtë të qëndrojmë, si thuaç, në të njëjtat pozita dhe në të njëjtat shina. Duke më zgjatur më tej, sepse sot fjala nuk është për ne, është për ju, unë ju falenderoj të gjithë, ne keni bërë universitetin shumë të bukur, shumë dinamik sot. Falenderoj grupin nga i cilin e varemi, presidentin Irfan Sembelliu,
të cilët i dhanë një mbështetje të fuqishme organizimit, sa më mirë brenda mundësive që kemi të kësaj konference të rëndësishme, që është me të vërtet krejtësisht e veçantë, siç e tha profesor Belishta, e veçantë sepse bashkon kaq shumë institucione dhe kaq shumë njerëz këtu. Së fundi duhet të falenderoj të gjithë ekipin akademik të Fakultetit Drejtësisë, të cilët kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë në përkushtim, dhe drejtuesin e saj profesor Belishtën, i cili ka harxuar jo pak energji për ta organizuar, për ta koordinuar, sepse një konferencë është si punë e dasmës dhe duhet i marrësh parasysh gjitha gjërat. Por sigurisht për dasma thyet në një gotë, por nuk është problem, e rëndësishme është që e tëra të dalë mirë. Faleminderit profesor, faleminderit gjithë të dëgjuar dhe suksese në vazhdimsi. Faleminderit